Situata shëndetësore të fëmijët në shërbimin e pediatrisë në Spitalin Rajonal të Shkodrës paraqitet më e mirë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Mjekja pediatre Manjola Shpori thotë se aktualisht numri vizitave luhatet nga 50 deri në 60 në ditë. Në shërbimin e pediatrisë ka qenë relativisht një situatë e qetë, pavarësisht temperaturave të larta. Ka fluks vizitash, por jo krahasimisht me vitet e kaluara, në të njëjtën periudhë fluksi është më i ulur. Kam filluar gastroenteritet, sigurisht që kemi dhe gastroenterite, por jo me një fluks shumë të shtuar. Kemi pas infeksione urinare, kemi pas otite të shumta, kemi pas lidhura ndoshta këto dhe me pishinat apo larje në det. Pavarësisht situatës pozitive, mjekja u bën apel prindërve që të tregohen të kujdesshëm dhe të mos neglizhojnë shenjat e sëmundjeve të fëmijët. Ka situata që mund të progredojnë, pra mund në që një fillim, sigurisht për këto situatat e gastroenteriteve që tash i pritet që të fillojnë, ka një situata që fillojnë me pak simptoma, por që mund të përmirësohen me pak trajtim ambulator në shtëpi, me trisol, me probiotik, por në rastet kur këto përkeqësohen, fëmia duhet me urrësjell dhe me u kontrollu në spital. Gjatë ditëve të nxehta të verës, prindërit këshillohen të kujdesen veçanërisht për hidratimin, ushqimin dhe shmangjen e ekspozimit të zgjatur të fëmijëve në temperatura të larta.